Ndëgjone veç pak Milajm Zekën, qysh I akuzon kolegët e vetë. Rritu te I mase, është llymi I kolegëve tonë gazetarë, të cilët unë I njoh nga afër, të cilët janë drogaxhit kalibrit shumë të lartë, janë alkooliqarë shumë të rëndë, dhe pikrisht këta njerëz të kanë sulmu mas rëndi, të kanë sulmu mas keqti. Jo vetëm ty, por edhe mu pastaj privatisht duke më thonë qysh ke nejti në emision, qysh nuk je qunë nga emision. A e nguq shka thet Mile për këto pevaqicat gazetarë që na I ngojmë për çdo ditë. Edhe mu për veti nuk po më habit ky lajmi këtina se e di sigur që janë qasi krejt pevaqica, po kur t'jesin ta pa mall, këta janë gjende me bo gjashka, me thonë gjashka, me prit pare pej Serbijës gjashka, Albini s'po I jep, tash kur t'jetë pa mall, e suni mush hund, ti e në gjendje me shku edhe në Serbije, në Rusije, kudo, me gjetë një rrugë me bon pare, me mush hund. Se nuk është I lira I sena, I kushtën me pare, edhe këta njerëz që I mushin hund për çdo ditë, këto pevaqicat e tona, kogja është një buxhet I madh, edhe normal që tani nuk pret mirë pej këtyne pevaçicave. Tash nuk po tham one, po thot Milajmi. Milajmi është kolegi tyne, I nje edhe ma mirë se une, ma mirë se njerës normal atë. Se kërën për dit me ta, ky I njef, sa janë, sa I mushin hunte, sa. Po vesh njo që çka po më vjen mirë që nuk po kam nevoj one me e thonë, po I thojnë këta njën I tjetrit, pe ja qesin zezat njën I tjetrit. Me thonë one nashta së më kesh besu kërkush, se thojnë ja po deputeti po ranë. Jo, ngone vetë Milajmi shka thet, hish mu së më besoni mu. Kur gjone nuk po tham, vesh po tham me fjallët e Milës, thët që shumica, gati krejti mushin hund. Jo e dini shka është mi mush hund. Jo e dini shka. Tash, jo në komente mundi me thonë shka dëni, po janë pevaqica. E këta do të me knu tani, për mi mush hund, ta do të me knu, pevashkën do të me knu Serbijës e Rusijës, që kjo është arsyes që këta për çdo ditë I mushin hund, për çdo ditë janë gjendje 24 orë me Albin Kurtin, shembull. Se pa pas një buxhet fort, nuk mundesh me mush hund. Për me mush hund, do të buxheti me tarë prej Serbijës, mi marë parët, e tani, po kur ti mersh parët prej Serbijës, do të me Albin Kurtin, tjetër rrugës nuk I. Po nëse edhe këta, nuk është ka I këqyrë kërkusha, nuk është ka I besen kërkusha, dhe këtyne, këta për mashtrojnë veti, për thojnë që janë gazetarve, për jo garantoj që shumicën e që atyne gazetarve, 90% e tyne që mushin hund, nuk kanë ma shumë se sa unë në shikime. Unë parafërsisht veç në Facebook I më rinë 6 milion shikime për një muj, lema TikTokin e YouTubein e krejt ato, po e mira është që senet po dalin shesh që shumica që tyne gazetarve që për çdo ditë pej 6 të mëngjesit dejnë 12 natës, ka njëra dhe dejnë 6 mëngjesit, që rinë të shoh Albin Kurtin, janë këta që I mushin hund. Po nëse, çka me bo, që shto ka jeta, jo përshëndes kaloni bukur krejt. Nga një opozit, kush mundet me mposht Albin Kurtin, nga në mirë. Qysh mundi me thonë kush e mposht Albin Kurtin? Veç zotin të mposht, se s'ka kush tjetër. Edhe daj nuk e mposht, se s'ka pse, nuk është pjesëgarë. Atëherë, qysh mundi me thonë kush e mposht Albin Kurtin? Veç zotin të mposht, se s'ka kush tjetër. No comment. Edhe ju për dini opozit që veç zotin mundet me mposht Albin Kurtin. Pra në borë se s'keni, veç hajtë në qelë në partit rejse,
për juve edhe 400 vjetë ka me najtë Albin Kurti në qeveri. Dash besoni, jo e di që besoni ju. Ju më në adin kështu në komente, shkru një sene se ju kështu në veti, su kërky që e din që s'ka kur që në poshtë, jeni krejt ju të opozitës njajtë, se kërky se njajtin mendim e keni për Albin Kurtin, se s'ka kur që në poshtë. Amo, qka me po burë, inshallah ju hecë qështu, dhe edhe në ditë, qka me thonë, veç kalën i mirë. Nga në brekush në Kaçaveris 20 vjetë, veç nga në borë, më habit, qërë, veç pak, qërë. Venimi janë që 20, kur Ismail Gjemali ka shpon pavarësin, ka vërë 1920. Kë banë men 20 vjetë Kaçaveris shtetin, kja parti. Gojë tjetërën. Keni parasysh në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike të Kosovës, vendi është njohur nga më shumë se 200 shtete të Bashkimit Evropian. 200 shtete, që të ko kanë shtu këtë shtetet e Bashkimit Evropian, pas kanë hecme të madhe burë, 200 të ko kanë bon. Kërkush nuk e din që janë 200, veç 7 për 2 kësë e din që janë 200. Gojë tjetërën. 56. Tash logarit kush ka qeveris Kosovën. 3 herë nuk e din, edhe 20 vjeta ka qeveris Kosovën. Opozit, nga në patriotin që ka jo thëtë. qeveri listën sërbë. A e keni në qeveri listën sërbë, ju lutëm? E duni përgjigjet qartë, a e keni Beogradin në listën sërbe në qeveri të Kosovës? Kua? A e keni qeveri listën sërbe? Oh. A e keni në qeveri A listën keni? sërbe, ju lutëm? A keni pos? E duni Nese përgjigjet tash se qartë, a keni. e keni Beogradin? Nese tash nuk e keni me të vërteta, nuk e keni tash. Se keni as qeverise, në askur gjas keni. Amo e keni pos, glauko, ju palën keq, që toa. A, kukon, a ju kishkall. Kukon, kjo edhe i shtirë burë, kjo të spjanin heq për juve të opozitës. A për të tjerë për tutën ka pak, ama kjo heq, Albini ma zvet, ati si janin heq për juve. Ama me qëtë fjalla, a keni qeverien, listën sërbe në qeveri, që kjo pak seron. Po nese e keni pas, s'moni me thonë që ju moni me thonë tash shka dëni, po e keni pas. O nese kalën, e kalu se është, a rani jo këtu, këtu farsane. Nga në këtë arifin e AK-s që farana ban në televizion të shtatë, vesh nga në. Rezultati maksimal, kjo ishte arsyeja pse mor një rezultat maksimal. Kurti lidhet kryesisht me diasporën. Partitë politike opozitare nuk po e pranojnë, po në diasporë kurti ka 80% përkrajes. Është kriju sikur një farë, sikur smundje, sikur ngjitse është kjo filozofi. Apenin që shdel edhe rënë të 80% diasporës. Diasporën e ka Albini 100%, po edhe 50% mrena në Kosovë, Albini çdo herë i ka votat për popullit që jeton mrena në Kosovë. Nuk i ka veç prej diasporës, po 50% votave i ka mrena. Se ky vazhdon me rënat e tina, veç nga ne. Sofia Kurtiane në diasporë. Diaspora po pyrin kisha me ditë Kurtja handbuk, dhe më thonë se e kanë rri një farë ideje për to se një kult të liderit është e pabesueshme, nuk bisedohet as me ta. Jo më u debatu me një pjesë diasporës, beso nuk diskutohet çka kanë dëgjuar çush kanë kalu në një stadion. Tash llogarit e ky akon ministër, akon shkapediun, akon i nalt në qeverien e Kosovës ky njeri, qa që mirë akon që tash ka meta analist në për studio, ka 75 herë ka ditën, edhe deshta me vetë, këto edhe shumë tjerë që ta analistat që janë këthy për politikës, e që kanë metë në për dyrë studio, të najtë me pianica, sukuraj që dulë në televizion, që ke mojtë emisionin për koshare, pianicë, po ju me pas kanë bërë ma të mirë, ju kështë hecë për pare, kështë halojshë së administra, po hini këthy në analista, 75 herë ditën, se s'kini pos, e kini shfryzu që ato 2 muj, 3 muj, 6 muj, sa një konë, edhe s'kod nuk i votan kërkush, se din që e një ranca,
Për që ata nuk jo votan, për që ata përfundoni analist në televizion ku paguhet për Beogradit. Tjetër rrugës nuk keni jo, veç këtë analista keni me përfundu qëto.